Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Ju falenderoj shumë nga zemra, jam shumë falenderuese dhe mirënjohëse gjithë shikuesve të mi në këtë kanal, gjithë abonuesve të mi, gjithë personave që më bëjnë komente në këtë kanal. Jam shumë mirënjohëse nga zemra. Dhe tani, do të marrim një pyetje në energjinë e dashurisë. Ne do ta bëjmë këtë pyetje duke u fokusuar tek personi. Kush është ky person që ju e keni refuzuar dhe ai përsëri nuk largohet nga ju. Pra ju e refuzoni shpeshherë, por ai nuk largohet nga ju. Kush është ky person? Do ta zbulojmë tani me anë të tarotëve, shenjave të horoskopit dhe gërmës së parë të emrit apo të mbiemrit tuaj. Jeni pak e lidhur me litar, me të fashët e syt, por duhet i largoni të fashën dhe këtë litarin, sepse ju jeni dashuri, ju keni këtë mantelin e kuq të dashurisë. Jeni pak e mërzitur për këtë person, por asnjëherë nuk duhet ta refuzoni, sepse këtë person do të mbyll një kapitull të vjetër, një histori të vjetër të jetës së tij për të ardhur drejt teje. Është një person magjik, nuk duhet ta refuzoni. Ky është shumë i vendosur. Ky bën një udhëtim për të ardhur drejt jush, një udhëtim lumturie. Është me probleme, ka probleme edhe ka dallë godeti, ka fortunë, pra ka probleme në jetën e tij, sepse ka një histori pak të komplikuar në jetën e tij. Por tyzo të shikon si një yll polar, si një dritë që shkëlqen në rrugën e tij. Pra të shikon si një femër që të ëndrave të tij, që të do në çdo moment, në çdo sekond. Dhe ai vjen drejt teje. Kush është ky person? Pra, me kë shenjë të horoskopit mund të rezonoj ky person? Me ujorin, me shigjetarin, me bigjëreshën, me gaforen, binjakët, luani, bricjapin. Kurse gërma e parë e emrit apo e mbiemrit tuaj mund të jetë gërma S, gërma E, gërma G, një, L, gërma A, gërma O, gërma T, R, N, K, gërma Z, H dhe gërma F. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.